Ja erdhëm përsëri këtu bashkë me mua. Po sa keq që e kam këtë gotën këtu me zje marr. Ha mos si kaloni? Apo knaqeni? Apo bëni në i qik muhabet? Po m'jepni edhe muhabet se kam betur vet. Ndoshta thonë ato, po ç'ne ky pa misafir, apo nuk e respektojnë misafirët, apo nuk i shkojnë misafirët për vitin e ri. Po e më jo se doja ta bëj vet. Pse të marr misafir kur jam i zoti vetes? Robi gjërat në jetë i bën vet. Çdo gjë bëhet vet. Pse duhesh ka të marr misafir? Kështu që ja ku kam gotën, po e bëjmë çik kështu, se thon sa më shumë ta tundësh aq më e mirë është. Edhe para se të fillim rubrikën e radhës, po pimi çik, edhe po e bëjmë gëzuar me ju. Tani, nga ky ambient kaq i bukur pres orën 12 Aty unë pres orën 12. Do sjell një rubrikë shumë interesante. Ndoshta edhe do të më gjykoni, po bën gjëra kalamojsh, po më kam qef, unë ndihem rahat. Këtë emision e kam bërë për kokër qefit. Keni parasysh si thonte ajo te zonja Eni Çobani, për kokër qefit e kam bërë këtë emisionin. Edhe unë këtë emisionin e kam bërë për kokrën e qefit tim. Do të shikoni tani disa video të shkëputura me patjetër nga rrjeti social TikTok, duhet i them, se pastaj TikToku ti ngelen hatri. Edhe na e bllokon videon se i shkreti gjeti nga kina mua këtu në Shqipëri, po ç'a me bë. Do të sjell disa video dhe do qeshim pak drejt fundit vitit 2025, se në fakt s'ka qenë ndonjë vit që qeshëm e që u argëtuam më, ka qenë kështu nga ato vitet i çik më të rënda, më me vujtje, më kështu i kemi patur vitet. Do të sjell një video shumë interesante, një kombinim në fakt videosh. Besoj që edhe ju i keni bërë këto gjëra. Ore ju sa na keni gënjur ne kur kemi qenë të vegjël. Edhe ju prindër tani sa i gënjeni këto fëmijët me oraret, shkofli babi se ka shkuar ora 9, shkofli babi se ka shkuar ora 12, dhe ne festoni vitin e ri që në orën 6. Imagjinoni që në orën 6 festonim. Hajtë sillimi çik disa video interesante që ju të kuptoni se ç'a po ndodh. Ky djali tani do shkoj. Iku. Imagjino për vitin e ri. Si thonte tu, na iku zoku. Ma kthe edhe një herë ta shoh mirë këtë. Shif tani, po mirë më shif e mirë kokën ku e kam. Au. Nuk e di. Mirë ai çka ka heqë. Do e pi eks këtë me dhimbjen e atij. U shkatrui shkreti. Vazhdoj me tjetrën, s'do feston më vit të ri ai. Do të thënë do urren. Okej, ora është 12. Pas kam bet vonë. Pas kanë betur shumë vonë. Ora 12, ma kthe edhe një herë. Do me thënë janë shumë vonë duke festuar. Po ne jemi detajista, e kapim një herë. Ora 12, ajde bukuroshe. Do me thënë edhe 16 sekonda pas kanë betur. Kështu që i bia i ka shkuar me më vones, do me thënë 12 minutë. Po nuk është një gjë e madhe, me thënë drejtën, po ne jemi detajista dhe duam ta kapim momentin. Pse është vënuar zotëria? Çka ka zotëria që është vënuar? Shkoj me videon e radhës. 2, 1, gëzuar në mes të ditës, në orën 7:30. Është ky muhabeti që u thoja unë që parë, që gjithmonë na e keni fut, kur kemi qenë fëmijë na e keni fut. Për të na çuar sa më shpejt te krevati që të flejmë, na e keni fut deri në fyt. Shife 7:30 ora. Do me thënë, këto gëzuar dhe krejt në krevat, dhe pastaj babi dhe mami festojnë të lumtur, presin vitin e ri të dy së bashku. Okej, vazhdojmë me videon e radhës. Po thuaj se ngjajshme është edhe kjo. Po këto pas kanë shkuar me sa shohun pas kanë irë çik më vonë këto. Do thënë nëse ato ishin 7:30, këto janë 9:30, ka patur 2 orë mundësi për të argëtuar dhe për të festuar. Jam shumë i bindur që të gjithë e keni përjetuar këtë momentin. Unë me thënë drejtën, tani të bëjmë çik shumë, me thënë drejtën nuk e mbaj mend të kem përjetuar ndonjëherë moment të tillë, ndoshta kur kam qenë kaq i vogël, nuk e mbaj mend. Por e di që aty te lagja, komshintë i bënin këto gjërat dhe fëmijët do me thënë besonin që duheshte të shkojnë të flejnë sepse
viti i ri kishte ardhur dhe fëmijët normalisht shkonin flenin që në orën 9 siç e kishin traditën dhe zakonin. Vazhdojmë me rubrikën me pjesën tjetër. E njëjta gjë do me thënë, për vitin e ri, në 7:03 minuta ky ka çu fëmijët, ja dhe balonët plasën, u bë qef i madh, edhe tani do me thënë, fëmijët shkojnë të flejnë, ndërsa ky tjetri ka çu në orën 7:15. Do me thënë, kjo gënjeshtra e madhe që u bëhet fëmijëve me thonë drejtën, ja shi sa të lumtur janë fëmijët, e festuan vitin e ri me fishek zjarre, edhe shkojnë ke shtëpia. Okej, vazhdojmë me videon e radhës, uroj mos jetë e këtill dhe kjo. Do me thëmë pas kanë qënë të gjitha të njëjta. E shkoni që fati kam unë? Kam fat të njëjtë 7:48. Me thënë në orën 7:48 ki tjetri i ka quar fëmijët. Ju në sa ora do i qoni sonte? Jam i bindur që këtë filmin e keni bërë dhe ju. Po vetëm dua ta di se në sa ora do t'i qoni fëmijët që të flejnë. Gjithsesi, unë nuk do ta lëm me kaq, do mundohemi të sillim edhe gjëra pak më interesante për shembull. Ka ca gjëra që mua më pëlqejnë këtu në këtë mes. Do sjell edhe ndonjë video tjetër që ka të bën me ta piqi këtë. Për shembull, me ndonjë këngëtare, apo nuk doni a shumë. Hajde më mirë mos i nxjerrim këngëtaret se pastaj do mbetet teatri. Do thonë jemi mërzit, po na nxjerrni duke u rrëzuar, po na nxjerrni duke dal keq. Do thënë kjo ishte videoja dhe rubrika që ne kishim bërë me gabimet e vitit jo 2025, me të janë gabimet më hershme ato, por gjithsesi do me thënë fëmijët gjithmonë i kemi gënjur kështu. Unë e di që fëmijët sonte festojnë më së shumti, kremtojnë më së shumti, gëzojnë më së shumti. Unë jo më kot këtë rubrikën e bora pak më fëmirore, shkaku sepse doja pak të jem për të gjithë. Do me thënë edhe për të rriturit, por edhe për të vegjelit. Doja të jem për të gjithë në një ambient festiv edhe një ambient shumë të këndshëm. Dhe unë e di që tani ju do të filloni t'i hapni dhuratat e vitit të ri, baba Dimri mbrëmua ka lënë tek pisha, ka hyrë nga çatia, nga Oxhaku, ka ardhur tek ju, ka lënë dhuratat dhe tani ju do t'i hapni, do të thënë do të argëtoheni. Unë me patjetër që në fund të emisionit të hap një qese për vete, se e kam qef me thënë drejtën, edhe qof që më ka sill baba Dimri mua. Ne do kalojmë me rubrikën e radhës, një rubrikë shumë interesant, që ndoshta edhe ju do filloni në shtëpitë juaja të bëni matematika, a duhet të lindim kalamo, a nuk duhet të lindim kalamo, ç'a bëhet në përbot. Takohemi shumë shpejt, më njëherë pas xhingles.